Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sot inshallah do të flasim për një temë që është shumë e rëndësishme, edhe që çdo musliman do t'i kushtoj rëndësi. Ja, do t'i kushtoj kujdes në skajshmëri. Por kjo temë njëkohësisht është temë shumë e madhe, shumë madhështore, por edhe për atë që nuk din, është shumë e rrezikshme. Pasante inshallah do të flasim rreth edukimit fëmijëve në Islam. Po si mi eduku ata, si mi rrit fëmijët, si mi mësu, si mi drejtu ata në rrugën e drejtë, mi pastru sjelljet edhe moralin e tyre kështu me radhë. Po do të më di s'pari se kjo çështje është përgjegjësi e madhe, cilën Allah subhanahu wa taala ka vendosur në shpinën apo qafën e prindit, pra babës edhe nanës. Edhe ka në hadithe të shumta të sakta për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që në cilat ka kërcënim të madh për atë që e humb amanetin apo nuk i kushton rëndësi apo është neglizhent në këtë obligim që ja ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala. Pra ai i cili nuk i përmban këtë amaneti apo tregohet neglizhent ndaj kësaj përgjegjësie që Allah subhanahu wa taala ka ngarkuar me të. Pastaj duhet ditur se fëmijët, ashtu që kanë u pyet fëmijët në ditën e gjykimit, kanë marrë pyetjen llogari prej Allahut subhanahu wa taala se si janë sjellë me prindët e tyre. Ai kanë respektu prindët e tyre, ai kanë bindur atyre kështu me radhë, ai kanë kryer drejtat, obligimet që i kanë ndaj prindërve. Në të mënyrë do të pyeten edhe prindërit. Se si janë sjell, edhe ai kanë edukuar fëmijët e tyre në Islam apo jo. Pra çdo kush në ditën e Kiametit kur do dal para Allahut subhanahu wa taala, shëdim se cili prej neve do të qëndroj para Allahut subhanahu wa taala, do të jap llogari, do të pyetet për fëmijën e tij. Se se ka eduku fëmijën e tij. Prandaj Abdullah ibn Umar, sahabiu i njohur radiallahu anhuma, thot edib waladak, edukoje fëmijën tënd, fa innaka mas'ulun anhu yawm al-qiyamah, por arsye se ti ke më dhënë përgjegjësi, do të pyetesh për këtë fëmijë ditën e Kiametit. Për çka do të pyetesh? Thot bima dha adabtahu wa ma dha 'allamtahu, do të pyetesh se se ke eduku, me çka ke eduku ato, çfarë mësimi ke dhënë atij. Çfarë mësimi ja ke dhënë fëmijës tonë, çfarë edukate ja ke dhënë atij. Pa Allah subhanahu wa taala do të pyeti gjithsesi për fëmijën tonë. Me çka ke edukuar dhe çka ke mësuar? Cila është rruga që ke ndjek për me drejtu ato dhe me edukuar dhe me mësuar në Islam? Prandaj, përderisa Allah subhanahu wa taala secilin do ta marrë pyetjen në përgjithësi për këtë gjë, atëherë çdo njeri prej nesh e ka obligim që me përgatit përgjigje për atë ditë, ose me përgatit përgjigjen për këtë pyetje që kam njështru. Si e ke eduku fëmijën ton, me çka e ke eduku edhe çka e ke mësuar ato. Secili do të bëhet gati edhe më dhon këtë përgjigje Allahu subhanahu wa taala ditën e Kiametit. Allah subhanahu wa taala në surën Taghabun, ajeti 15 thot: "Inna ma amwalukum wa auladukum fitna." Në të vërtetë fëmijët, pasuria juaj edhe fëmijët e juaj janë fitna, janë sprovë për ju. Pra kur Allah subhanahu wa taala ty nderon e ta dhuron një fëmijë apo më shumë, po djemë edhe vajza kështu me radhë, atëherë dije se kjo për ty është fitna, është sprovë, është bela. Allah subhanahu wa taala do të provu ty. Allah subhanahu wa taala ka thënë ty para një sprove, para një provimi. Prandaj qëllimi i saj është me pas se si ti po e merr këtë përgjegjësi prej Allahut subhanahu wa taala. Fa Allah ta dhon këtë dhurat apo e kryen këtë obligim që e ke ndaj Allahut subhanahu wa taala, apo kujdesesh për këtë fëmijë apo insan ata, apo e edukon, apo mundohesh me drejtu sjelljet dhe moralin e tyre, apo këtë amanet me cilën të ka ngarkuar Allah subhanahu wa taala ti ke me humb, apo ki mu tregu neglizhent ndaj këtij obligimi. E do të më ditë se besimtarët, i cilësi dhe atributet besimtare për cilët Allah subhanahu wa taala ka treguar se imani i tyre, besimi i tyre është realizuar, edhe është konfirmuar
në ajete shpëtimi i tyre, për cilësive të tyre është se ata i përmbahen amaneteve që i ka ngarkuar Allah subhanahu wa taala me to. Allah subhanahu wa taala surën Mu'minun, siç e dim gjithë, këndon surën sot qad aflaha al-mu'minun, vërtet kanë shpëtuar besimtarët. Pastaj i përmend një morit cilësive atributeve të tyre. Po për me kanë për i besimtarët që kanë shpëtuar dhe kanë realizuar, ose është konfirmuar shpëtimi i tyre, pra kanë realizuar imanin e tyre, do të mu pajis me këto cilësi. Ndër tjera Allah subhanahu wa taala thot në ajetin e 8: "Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Janë ata të cilët amanetet edhe që u ngarkuar atyre, ata i përmbushën dhe i tregon të kujdesshëm ndaj tyre. Walladhina hum ala salawatihim yuhafizun, dhe janë ata të cilët janë kujdesshëm dhe ruajnë namazin e tyre, pra falen me kohë. Ulaika humul warithun, këta janë ata trashëgimtarët. Çka trashëgojnë ta? Alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Janë ata të cilët do ta trashëgojnë firdausin, pra xhenetin më të lartë, dhe ku do të jetojnë për herë, do të jenë për herë. Allah subhanahu wa taala na tregon se si besimtar e kemi për obligim, nëse do me arrit këtë shkollë, këtë gradë të xhenetit edhe të shpëtimit, atëherë do të më ruajt amanetën që na ka ngarkuar Allah subhanahu wa taala. Gjithashtu surën Anfal Allah subhanahu wa taala thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum." O ju që keni besuar, mos e trastani Allahun e të dërguarin e tij, duke mos i përmbush apo duke i tradhuar amanetin me cilën ju ka ngarkuar Allah subhanahu wa taala. O duke qenë neglizhent, duke mos e përmbush këtë amanet, duke mos ju përmbajti amanetin. Allah subhanahu wa taala këto po shumë tradhti, i tradhuar amanetin me cilën na ka ngarkuar Allah subhanahu wa taala. Po kjo po na jam me kuptuar se humbja e amanetit dhe mos mbajtja e tij është rrezik, pra është rrezik të madh për besimtarin. Kurse kundërtën ai që e ruan amanetin, atë kjo është për cilësive të besimtarëve të përsosur. Ata cilët e kanë plotësuar, kanë realizuar imanin e tyre, edhe gjithashtu e kanë plotësuar lumturinë apo kanë realizuar lumturinë e tyre në dunja dhe në ahiret. Allah subhanahu wa taala këto në ajetin surën Mu'minun po thotë: "Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Janë ata të cilët amanetet dhe ajo me çfarë ngarku i përmbush edhe i tregon të kujdesshëm. Ka ajo me cilën Allah subhanahu wa taala ja ka lënë kujdes, ja ka dhënë dhe ka lënë kujdesin e tyre, përgjegjësinë e tyre, ata e ruajnë këtë obligim, e ruajnë këtë amanet. E për amaneteve më të mëdha, më madhore që Allah subhanahu wa taala ti ka ngarkuar ty si prind është fëmia. Pavarësisht është bashkull apo është femër. Po që thonë kjo është dhuratë prej Allah subhanahu wa taala me cilën të ka begatuar Allah. Po sura Shura, në ajetin 4 të nënë Allah thotë: "Lillahi mulku s-samawati wal ard." Vetëm Allahut i takon sundimi i qiejve dhe tokës. Yakhluqu ma yasha, e Allah krijon çfarë dëshiron ai, sipas vullnetit të tij. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Allah kujdo i dhuron femra, vajza. Dhe kujdo i dhuron mashkull, djem. Po Allah subhanahu wa taala po e shun fëmin dhurat prej Allahut subhanahu wa taala. Pavarësisht është mashkull apo femra, është dhurat prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj përderisa është të tilla, atëra ajo është amanet, për cilën ti do të pyetesh para Allahut subhanahu wa taala në ditën e Kiametit. Po kur delsh para Allahut subhanahu wa taala në ditën e Kiametit, Allah ka të marrë përgjegjësi për këtë fëmijë që ta ka dhuruar. Aja treguj kujdesshëm ndaj tij, ndaj këtij amaneti apo jo. E di gjithë hadithin e Abdullah ibn Umerit radhiyallahu anhu, që transmetohen dy sahihat, i cili thotë se qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Çdo kush për ju është çoban, përgjes. Allah subhanahu wa taala çdo kon bineve ka vënë përgjes për diçka. Edhe çdo kush do të pyetet, është përgjes ose do të merret llogarinë pyetje për atë që Allah subhanahu wa taala ka lënë përgjegjësi. Edhe hadithi vazhdon, hadithi i gjatë. Me tjera është atë thuhet: "War-rajulu ra'in an ahli ala ahli baytihi." Burri do të pyetet ose është çoban edhe i ruan pjesëtarët e familjes tina, pjesëtarët e familjes tij. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, edhe do të pyetet, do të jap llogari te Allah subhanahu wa taala për ata që i kanë përgjegjësinë e tina. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli bayti zawjiha.
wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Se gjithashtu dhe gruaja është kujdestare për banorët e shtëpisë, edhe për fëmijët e burrit, edhe ajo do të pyetet për ta. Po si ka edukuar ata. Po ti si prind, si bab, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se ti si lloj kujdestari, don, nëse për këtë bukolish këtë fjalë është çoban, po që ki diçka për me rujt. Të kalon Allah subhanahu wa taala në përgjegjësi pjesëtarët e familjes tonë. Për ata që janë në familjen tonë. Edhe ti do të pyetesh për ta para Allahut subhanahu wa taala. Pavarësisht ta janë djam apo vajzë kështu më radh, për fëmijët e tu. Allah do të marrë në llogari në ditën e Kiametit. Pastaj do të më ditë se fëmia patjetër ndikohet prej prindit e tina, po ndikohet prej sjelljes, moralit, po si po është në raport me tjerët, çfarë feje ka prindi, patjetër do thotë që fëmia edhe ka më ndiku prej prindit e tina. Prej babës dhe prej nanës. Prandaj është një poezi që e përmban në radhë, thotë wa yansha unashiul fityani fina ala ma kana awadahu abuhu. Tri tonë, thotë kur të rritën e zhvillon të i fëminis, ata rritën në mesin tonë bas asoj që i kanë su ose kanë po të baba i tyne. Po kjo është zakonisht. Nëse ti do thotë ke mësu fëmin tonë që ai me ka një kujdesshëm dhe me rujt urdhën e Allah subhanahu taala, me kriju obligimet, dhe pas sjellje dhe moral të mirë, edukat të lartë, fjalë të mira dhe kështu me radhë, po ai nëse këto gjëra i sheh te ti si prind, atëherë ti pe voglis, pe fëmiris tina, ke mësu ato që do thotë me pasu dhe me ndjek këto gjëra. I praktiku pastaj në jetën e tina, i zbatu në jetën e tina përgjithësh. A nëse është e kundërta, atëherë fëmia ka vepruar të kundërtën. Po gjithçysh fëmia do të ndikohet prej sjelljeve të babës tina. Për këtë arsye në shumicën e rasteve, po s'po themi gjithmonë, përmirësimi apo shkatrimi dhe prishja e fëmijëve është në varësi të përmirësimit apo prishjes prindit. Nëse prindi është i devotshëm, do thotë në rrugë drejt, e zbaton fenë e Allah subhanahu wa taala, atëherë edhe fëmia gjithsesi do të jetë i devotshëm, edhe do të jetë në rrugë drejt. E nëse është e kundërta, apo prindi është i prisht, do të thotë mëkatar e kështu me radhë, atëherë edhe fëmia do ta ndjekë dhe pasoj prindin e tij. Për këtë arsye e din gjithë hadithin që transmetohet për Abu Hurajrës në dy sahihat, radiallahu anhu, i cili thotë, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Çdo i lindur lind në fitra. Çdo fëmijë, çdo foshnjë lind në fitra, në natyrshmëri. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kurse prindët e tij janë ata të cilët e bajnë ato të krishter, apo e bajnë ato jehudi, apo e bajnë ato mejus, mushrik. Kama tuntajul bahimatu hal tuhissuna fiha min jad'a. Po një sikur kasha kur të lind, edhe lindat të voglën e sajna, po ta ka mundësi që kur të lind ai vogli kashës me pas në gjymtyr të kaput, po nuk ka mundësi. Ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na jep këtu një shembull për realitetin cilin ne jetojmë dhe e prekim. Po thotë që çdo fëmijë lind në fitra. A fitra që dim gjithë është ajo që Allah subhanahu wa taala e ka bërë në natyrshmërinë e çdo njeriu, pra besimi drejt, tauhidi, me njësu Allah subhanahu wa taala. Çfarë Allah në surën Rum ajeti 30, fitrat Allahi allati fatara an-nasa 'alayha. La tabdila li khalqillah, dhalika ad-din al-qayyim. Po kjo është natyrshmëria, fitra. Në cilën Allah subhanahu wa taala ka kriju këtë njerëz. La tabdila li khalqillah, nuk ka ndryshim krijimin e Allahut. Edhe kjo është feja e drejtë. Po këtë fe drejtë Allah subhanahu wa taala i ka kriju çdo njeri, dhe çdo njeri lind i tillë. Mirë po, pastaj do thotë devijon prej kësaj fetre, prej kësaj natyrshmërie. Ose bëhet jehudi, çifut, ose bëhet krishter, ose me gjus, ose me katar, tonë ditë prisht, e kështu me radhë. Cili që nga shkaku, pejgamberi sa son po përmend që shkaku kryesor këtu është prindi. Apo ose është neglizhenca e prindit, apo që prindi është model edhe shembull i keq për fëmijën e tij. Po ose është model i keq prindi dhe ndjek çfarë prindin e tij, ose prindit i tij tregohet neglizhent dhe nuk e kryen obligimin, e cila ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala. Po prindi është ai që ndikon.
Pastaj dhe jamë sa son po na sjell në shembull. Thot kema tantujul behimatan jam'a. Po njëjtë është sikur kur e kasha e lin në voglën e saj e cila është jam'a, do thotë jam'a i ka gjitha gjymtyrët komplet. Nuk i mungon kur gjë në gjymtyrët dhe organet e saj. S'ka kur fare mangësie. Po nuk mundesh me gjetë që e ka në gjymtyrë të këput apo mango kështu me radhë. Po ne e dimë që shumica në rasteve kështu lindin kafshët. Pastaj thotë pejgamberi hel tuhissuna fiha min jad'a. A keni parë ata linë herë në kafshë e cila ka në gjymtyrë të preme? Kurse se kjo nuk ndodh. Hatta takunu antum tajda'unaha. Po derisa jeni ata pastaj që ja këput ose ja largoni një gjymtyrë. Kjo ka qenë tradita e mushrikëve. Tarabë. Po ato kafshë që i kanë kriju ose i kanë caktuar që mi therr kurban për idhujt e tyre, ja kanë kput veshën ose domani kanë bërë me një shenjë. Pra, nëse te e gjanë një kafshë e cila e ka një kont këput, apo bishtin e këput, apo veshën, apo një dhëmë të kthym, e kështu me radhë, atër dije që kjo ka ndodhur prej çobanit, po prej atij që i run ato, ose u tregon neglizhent, ose e ka bërë qëllimisht këto. Prandaj e njëjta është edhe te fëmia. Nëse shet që fëmia, i cili do thotë linë në islam, në fitra, nëse shet që fëmia e mëson rranën, e mëson mashtrimin, e mëson korrupsionin, e mëson devijimin, ose e praktis namazën, e kështu me radhë për gjërave të këqija, pa moralshme e kështu me radhë, atë kjo nuk është për fitrës natyrshmërisë. Mirë po ajo ka mësuar pi diku. E ka mësuar pi diku kjo. Po kjo ka dalë për fitrës së natyrshmërisë të fëmisë. E shkaku i saj është tërbia, edukimi i fëmisë. Pra, shkaku i këtij fesadi, kësaj prishje që e gjen te fëmia, atëherë është rezultati i kësaj është tërbia që e ka marrë. Ose do edukimi i shtëpisë, nuk u ka ni drejt, ose do thotë ai ka marrë edukimin e tërbijen e rrugës. Nëse rruga e edukimi i rrugës dikon shumë te fëmia. Nganjëherë bile jamun edukimit të shtëpisë. To do thotë vrejnë e gjithë, që ka mundësi që baba, për shembull është i devotshëm në rrugë drejtë, kështu me radhë, mirë po, kur të këshyë fëmijën e tij është i devijuar, po nuk është në rrugë drejtë. Për nga ta marrë këtë rrugë të fresht, këtë rrugë devijuar, do thotë për tërbijes dhe edukatës të rrugës. Prandaj obligim për çdo musliman është që ai mi kushtu kujdes kësaj përgjegjësie, këtij amanete që Allah subhanahu wa taala ka ngarkuar. Me di që kjo është obligim që do të me kry, nëse nuk e kry atër kemi dhënë përgjegjësi për Allah subhanahu wa taala, dhe pastaj jemi në dëshirën e Allahut, ose Allah do të ndëshkojë ose do të falë. Allah subhanahu wa taala thot në surën Tahrim, ajeti 6, ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, ruajini veten e juaj dhe familjen e juaj prej zjarrit të xhehenamit. Waquduha an-nas wal hijara. Ky zjarr të cilon djeg se i ka gurt edhe njerëz. Po zjarri do ndizet me gurë dhe me njerëz. Alejha malaikatun ghiladun shidadun. E si roje, ky zjarri ka melek të Allah subhanahu wa taala që janë të ashpër, janë të vrazhd. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Po ata nuk tregojnë mosbindje ndaj Allahut kur Allah i urdhon diçka. Mirë po çdo sen që Allah i urdhon, ata më një herë veprojnë ato. Më një herë kryejnë ato. Allah subhanahu wa taala po na tregon se është obligim i detyrueshëm i prerë po çdo musliman që me rujt veten e tij dhe familjen e tij në zjarrin e xhehenamit. E familja këtu për qëllim është edhe përfshin, do thotë gruan dhe fëmijët. Për këtë Allah subhanahu wa taala ka bërë përgjegjësi për gruan tonë dhe fëmijët e tu. Edhe ata që i kanë përgjegjësi, për cilët do thotë i ruan, ata që janë në kujdesin tonë. Allah subhanahu wa taala këtu po na obligon që nëse ne nuk i ruajmë, po na tregon që nëse ne nuk i ruajmë, atëherë shumë lehtë mundom të përfundojmë në zjarrin e xhehenamit. Po ata Allah subhanahu wa taala po sjell këtë kërcënim. Atëherë ju veten ju dhe familjen juaj në zjarrin e xhehenamit, nga se nëse nuk e ruani atëherë aty do të përfundoni. E për cilësia e zjarrit të xhehenamit është që do thotë se gjën djeg se i ka gurt edhe njerëz. Me çka ne e ruajmë veten tonë për zjarrin e xhehenamit? Po për veten tonë dimë që për zjarrin e xhehenamit shpëtojmë ne kur i bindemi Allahut subhanahu wa taala. Po duke i zbatuar, duke i praktikuar atë Allahut,
duke treguar për uljen ndaj shariatit fesë Allah subhanahu wa taala, dhe kuptohet duke u larguar prej mëkateve, prej ndalesave të Allah subhanahu. Mirë, po me çka ne i ruajmë familjen tonë prej zjarrit të xhenemit? Këto e shpjegon sahabiu i njohur Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, i cili kur është pyet në lidhje me këtë ajet ka thonë: "Edibuhum wa 'allimuhum." Familjen e juaj e ruani prej zjarrit të xhenemit, po të mësoni, edukoni ata dhe mësoni. Po kjo është kuptimi, mi rujt ata prej zjarrit të xhenemit. Ngjashëm me këto ka thonë edhe Hasan al-Basriu rahimahullah, kur është pyet për këtë ajet ka thonë: "Muruhum bil fara'idhi wa 'allimuhum al-khair." Urnoni edhe obligoni që mi kry farzët, obligimet e Allah subhanahu wa taala, dhe mësojeni khairin, mësojeni të mirat. Po me këto dy gjëra ne e ruajmë. Po këto përshojmë që në gjashme këto dy komentime që janë dhënë pa këta dy dietar, një sahabi dhe një tjetri tabiin, apo na tregojnë se me rujt fëmijët ose familjen tonë prej zjarrit të xhenemit bëhet përmes këtyre dy gjërave shumë të mëdha që janë shumë të rëndësishme. E para është ta'dib, me eduku ata. E dyta është me mësu. Po me mësu dhe me eduku fëmin tënë. Pas pari me eduku qaj me pas moral të mirë, me pas sjellje të bukur, me pas më pajis me cilësi dhe me atributet të bukra, me pas edukat me cilën të thot e lavdrojnë tjerë, me të regu kujdesshëm ndaj unave të Allah subhanahu wa taala, me të regu respekt për të prindërit, mi përmbajt ose mi mbajt lidhet farefisnore, me ka një sinqert, mos me rajt, me ka një drejnë fjalët e tyre. Do me përmbush amanetin edhe ato që ka premton. Mos me trahtu amanetin kështu me radhë. Gjithashtu e edukon që mu largu pi çdo morali të keq, tull që është. Çush është të moraliteti, do gjëra të ulta, me shah, me rajt, me përqesh dhe mu tall me tjerë. E kështu me radhë, në gjithë këtë ti duhet mu mundu shumë. Në këtë edukim që ja bën fëmijës tonë, kjo nuk kryhet me ana ditës. Mire duhet mu mundu gjatë gjithë kohës, me bëj ijtihad, do të mund të madh, që ai do të mu largu pi këtyre gjërave, këqija pi këtyre gjërave të ulta. Kjo është qëllimi e dibuhum, do vazhdimisht jo me eduku ata. Wa 'allimuhum, edhe mësoni, thot Ali radhiyallahu. Do të më mësua atyre, wa 'allimuhum al-khair, më mësu khairin, që thot Hasan al-Basri. Më mësu khairin, më mësu gjërat e mira, farzet, obligimet, gjithashtu sunetet, do gjërat që janë mustahab, që janë të pëlqyeshme, po më orientu ata drejt çdo gjëje që është e mirë, që është hajër. Edhe se ti e sheh veten tonë që ke pak dije. O ke pak dije, nuk po ke mundësi me eduku ata atëherë do të mi dërgu ata tek dietar. Ose tek ata që kanë dije. Po që ata mi mësu, ata mi eduku, ata mi dhon tërbijet islamit, ata mi drejtu dhe mi pastru moralin dhe sjelljen e tyre. Kjo është obligim. Nëse ti nuk ke mundësi, atëherë dërgojte ata që e kanë këtë, ja ka dhënë Allah subhanahu wa taala këtë mundësi. Po përmes këtyre dy gjërave po shohim se talim dhe ta'dib, mësim, me mësu dhe me eduku, janë këto dy gjëra të rëndësishme me cilën ne do thotë i ruajmë fëmijët tonë dhe familjen tonë prej zjarrit të xhenemit. Po dietar thonë që prej momentit kur fëmia fillon të rrit, linda fillon të rrit, fillon me kuptuar, kështu me radhë ti duhet më mësua aty në gjëra që kanë të bëjnë me Allahun subhanahu wa taala. Po me njoftaj Allahun subhanahu wa taala. Po për gjërat e para që ti duhet më mësu fëmijës tonë, po çajve përsërit, pastaj është fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ti fëmijërisë, ti vëzhgjes ti duhet më mësu këtë fjalë. Fëmijës tonë, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Po që ai pastaj me koni mësuam, mu familiarizu me këtë fjalë, vazhdimisht me përsërit, me thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, me bëj tauhid Allahun subhanahu wa taala. Pastaj pas saj na duhet më mësu frikën ndaj Allahut subhanahu wa taala. Jo frikën ndaj krijesave, ndaj gjërave të tjera. Mirë po thonë Allahu subhanahu wa taala është ai që na ka krijuar, Allah është ai i cili na ka dhënë ekzistencë, Allah është krijuesi jon. E kështu me radhë, jam mëson këto. Edhe pastaj mëson pse na ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, mëson qëllimin e krijimit. Po mëson që Allah subhanahu wa taala na ka krijuar që për një qëllim vetëm me adhuru Allahun subhanahu wa taala, me u bind atij në urdhrat e tij. E në gjithë ka që në ka urnuar dhe që në ka ndaluar kështu më radhë. Pastaj jam mëson ajetin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Po pi fëmijës sa i duhet të ambientohet dhe të ketë mendjen e tij në këto argumente. Allah thotë nuk i kam krijuar njerëz gjendë njerëz për asgjë tjetër veç të më adhurojnë mua.
Po pastaj mëson që Allah subhanahu wa taala është ngritur, është lartësuar mbi arshën e tij. Edhe pse Allah subhanahu wa taala është lartë mbi arshën e tij, te jam mëson fëmijën që asgjë nuk i fshihet Allah subhanahu wa taala. Ja ato që kemi në zemrën dhe mendjen tonë. Po do të mësoj fëmijës tonë këto. Që Allah subhanahu wa taala edhe pse është mbi arshën e tij, na bishtaqi, ai të sheh ty kudo që të jesh. Ai dëgjon fjalët e tua, e dëgjon zanin ton. Domethënë Allah subhanahu wa taala din edhe të sheh që ai tu bë. Nuk ka mundësi kur gjë shef mund tim i më shef Allah subhanahu wa taala. Po këtë mirë jam se na dina takvallahun, devotshmërinë ndaj Allah subhanahu. Çaj e pas frikë Allahun. Po me di që Allah subhanahu wa taala sheh edhe nëse do thotë kundërshton ulën e Allah subhanahu wa taala përpason dëshkimin. Po fëmia do të rritet e zhvillohet me këto gjëra. Pastaj jam son do të namazin. Qysh ka ardhur në hadithin që transmeton Musnad dhe Sunen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thotë muru ibna'akum bis salah. Urdhani fëmijët e juaj me fal namazin. Li sab'i sinin, kur ata i mbushin 7 vjet. Wadribuhum alaiha li 10. E nëse nuk fillojnë me fal deri në 10 vjet, atëherë goditni për shkak të namazit. Wa farriqu bainahum fil madaji. Edhe ndani mes tyre në shtratër kur flan. Mos i lani me fjalë bashkë. Kjo hadith po na jep neve 3 edepeve, rregullave se si duhet më mësu fëmijët tonë. Atë që kemi obligim, do thotë, për cilën do bëjmë llogari për Allah subhanahu wa taala ditën e Kiametit. A kemi mësu fëmijët me këto 3 edepe apo jo? E para, po na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që fëmia kur të mbush 7 vjet, atë do të më fillu më mësu namazin. Mane do të më fillu edhe më herët, çu tham. Mirë, po 7 vjet do thotë me marr, me ul dhe me fillu tamam me pajë që kjo puna çështja e namazit është shumë serioze. Allah subhanahu wa taala në surën Taha, ajetin 132 thotë wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Thotë urdhëroje familjen tonë me namaz dhe bëj sabër në këtë. Dora. Ne thotë Allah subhanahu wa taala nuk kërkojmë rrezik për ty. Ne jemi ata që të furnizojmë ty dhe të bëjmë rrezik. Këtë përfundimi takon të devotshmëve. Allah subhanahu wa taala po na urdhon edhe po na mëson që ne duhet me urdhnu familjen tonë me namaz. Mirë, po njëkohësisht krahas saj do të pas sabër të madh, durim të madh. Po me pas sabër edhe me mësu veten, do të më bë ijtihad, me mësu veten në këtë sabër. Nëse njerëz dallojnë, disa kanë sabër më shumë, disa më pak. Mirë, po ai që ka sabër më pak, ai do të mësu veten e tina. Me bëj ijtihad, me dhon mund të madh që do të mos me lan sabrin, po nuk do të kur mu mërzit, nuk do të kur mu lodh. Vazhdimisht do të me luftu veten tonë në këtë çështje. Po që i mësu fëmijët e tu me fal namazin. Nga se nga një herë shumë për i prindërve, ardhën fëmijën e tina me namaz, një herë, 2 herë, 3 herë, edhe dikur lodhet e lën krejt. Mo kur nuk ja përmend namazin. E kjo pa dyshim është pikabime të maja. Pa dyshim është pikabime të maja. Disa bile fatkeqësisht edhe lutën kundër fëmijëve tina. Po kur ai nuk i bindet prindë dhe s'fillon me fal namazet, Allah kur mos bëf për atyre që falin namaz. Po lutet kundër fëmijës tina. E kjo është gabim edhe më i madh se sa i pari. Allah subhanahu wa taala përmend këto në Kur'an që njeriu shpesh lutet kundër vetes tina. Po surën Isra ajetin 11 thotë: "Wa yad'u al-insanu bi sharri du'aahu bil khair, wa kana al-insanu ajula." Thot njeriu ashtu që lutet me khair, lutet po për veten e tij ose kundër vetes tij dhe kundër tjerëve, fëmijëve të tij, familjes së tij me sharr, me të keqen. Po do njeriu është që ngutet, ajul, po ngutet shumë. A do të më ditë që ngutia është prej shejtanit, që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse mos ngutia është prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ti nuk do të kurse si ngutesh, tregosh i pasabër, të tregosh i padurueshëm. Po do të jesh i durueshëm, do të më pas sabër, do të mos ngutesh, do të mirësh çështje të mirë në mendjen tënde. Po me pas butësi me fëmijët e tua kështu më radh. Mi marr ata me butësi, me mos nguti. Jo, do thot, pastaj i thirr namaz në kohë kur është që s'po mbinen milion krejt pastaj, ose edhe më keq jam u lut kundër tyre kështu më radh. Nëse do thonë nuk janë për fëmijë që bojnë zhulma atëherë mi marrën në xhami. Allah subhanahu wa taala kështu po na urdhon. Po wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha.
urnaje familjen tonë me namaz dhe duron këtë. Allah subhanahu wa taala na tregon se kjo çështje kërkon sabër, kërkon durim edhe mos lodhje. Po kur nuk do njeriu do thotë që mu lodh, mu dëshpëru, mu mërzitë dhe më lë këtë punë. Allah subhanahu wa taala gjithashtu në surën Maryam po tregon për Ismailin, ajeti 54 dhe 55, wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sa do kujtojnë në libër Ismailin, i cili do t'i ka përmbush premtimet që i ka dhënë, ka qenë vërtet premtimet që i ka dhënë. Edhe ka qenë dërguar nga pejgamber. Wa kana ya'muru ahlihi bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Sot ai vazhdimisht i ka urdhëruar familjen e tij me namaz dhe me zakat. Edhe ka qenë, do thotë, ka arrit kënaqësinë e Zotit të tij. Ka qenë Allah subhanahu wa taala Zoti i tij ka qenë i kënaqur me ato. Pra me urdhëru familjen me namaz, kjo për shkak që është suneti, rruga e gjithë pejgamberëve të dërguarve të Allahut. Pra ata i kanë urdhëruar familjen e tyre me namaz dhe kanë bërë sabër, kanë duruar këtë rrugë. Prandaj çdo kush prej nesh e ka obligim që mi marr ata si shembull, si model dhe mi pasu në këtë gjë. Po me shku rrugës tyre. Me shku në drejtimin e tyre në mënyrë që ne do thotë pastaj të ringjallemi, të bashkohemi ose të bohemi në grupin e pejgamberëve në ditën e gjykimit. Nëse shkojmë rrugës tyre, në çdo çështje të fesë, e kjo është do thonë një prej gjëra më të rëndësishme, për amanete më të rëndësishme që na i kalon Allahu përgjegjësi, me eduku fëmijët, atëherë se dëshirojnë që me kanë grupin e pejgamberëve, mu tubu, e mu ringjallë së bashku me ta, atëherë do të më ndjekë dhe mi pasu ata në këtë rrugë. Po, kur fëmia i mbush 7 vjet, atëherë ti do të më fillu me urdhëru që ai me fal namazin. Te namazi jam sonë më herët. Po kur i mbush 7 vjet do të më fillu me urdhëru. I thonë që namazin e ki farz. Allah namazi është obligim për Allahu subhanahu wa taala. Me la namazin, pejgamberi ka thonë është kufër. Po më mësu këto gjëra fëmijës tonë. Edhe vazhdimisht do thotë më përsërit derisa ai do të mbush 10 vjet. E nësaj do të mos i që të mbush 10 vjet prapë shesh është në bel. Edhe për tonë edhe prej tonë edhe ka qenë më shumë preferon më shumë lojën e kështu më radh, e lë namazin, atëherë fillon edhe me godit. Fillon edhe me rre. Mënyrë që ai me po që vërtet kjo punë ka punë shumë serioze, ka punë shumë e rëndësishme. Nuk ka diçka e lehtë. Saqë për to prindë edhe po më rrejmu, po më godet. Prandaj edhe për kësaj dietar, një pjesë dietare ka marrë argument që për gjëra tjera nuk lejohet me rreh fëmin, vetëm për namaz dhe për çështje të rëndësishme të fesë. Nuk që ai kur godit edhe kur rrehet i prindit, me ditë që vërtet pas ka vënë lëshim të madh, e pas ka lënë gjë të madhe pa bërë. Po dihet që çështë na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo goditje do të jetë goditje e edukimit, jo goditje e shkatrimit, do të mos sagatuar ato të rreth. Mirë po e godet vetëm që me eduku ato. Mirë që ai me pa që vërtet kjo gjë ka shumë rëndësishme te Allahu subhanahu wa taala. Po vazhdimisht ti e përcjell fëmin ton, e edukon, e nëse mungon mos 10 vit, mos e që mbush 10 vjet, atëherë dhe godet nga pak, që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kjo është e dyta. E treta është po të ufarriqu bainahum fil madaji. Edhe ndani në shtretër fëmijët e juaj. Po kur fëmijët i mbushin 10 vjet, janë afër, ju kanë ofruar moshës pubertetit, moshës madhore. Atë do të më kushtu kujdes kësaj çështje. Po do të më ndo ata, mos më lënë me flet bashkë në një shtrat apo bashkë në një mbuloj. Nuk bën që ata me flet afër njëri tjetrit. Ja se kjo pastaj ka pasojë trana, ka pasojë të mëdha pas. Që mundën me lind e me ndodh për kësaj. Po ti vazhdimisht do të më eduku edhe më bëj adap fëmijët me këto rregulla dhe depe që përmenson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sidomos, edhe kjo është e treta shumë e rëndësishme pas namazit, që kur të mbushën 10 vjet atë mos milon me fjalë bashkë. Për arsye se për kësaj mundën apo pejgamberi po na mëson që këtë mënyrë do të mësohet fëmia që të jetë larg të amoralitetit, të jetë larg gjërave të tulta. Nga se pasaj vone me pasu gjëra tjera që janë shumë të rrezikshme. E kështu po na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa taala në një ajet në Kur'an na thot edhe na mëson që ju largu shkaqeve që mundën me shu drejt të prishje e moralit apo devijimit të fëmijës. Çka thot ja ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum
walladhina lam yablughu al-huluma minkum 3 marrat. O që keni besu, ata që i keni në posedimin e juve, pra qëllimi për robërit. E ata që nuk e kanë arrit moshën madhore, pubertetin, po prej fëmijëve, ata kur dojnë me hy tek jo, le të kërkojnë leje 3 herë gjatë ditës, se kanë nuk do të me hy te prindrit pa kërku leje 3 herë gjatë ditës. Edhe pastaj Allah subhanahu wa taala i numëron këto, thot min qabli salati al-fajr, para namazit të sabahit. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, edhe kur i largoni rrobat e juaja pas drekës, pa pas namazit drekës. Wa min ba'di salati al-isha, edhe pas namazit yatsis. 3 awratin lakum, thot këto janë 3 avrete, do të 3 kohë kur fëmijët e juaj nuk guxojnë me hitë jo pa marrë leje, pa trokim det. Lejse alejkum wala alejhim gjunahun ba'dahun. Thot pas kësajna, pas tyre kohë nuk keni gjuna jo as ata që me hi pa marrë leje. Tawafuna alejkum ba'dukum ala ba'd, nga se jo do thot keni kontakt me njëri tjetrin, ata sillen ka nevojë me ardh me hitë jo, do thonë edhe prind edhe fëmijët edhe robrit e kështu me radhë. Thot kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati wallahu alimun hakim. Sot kështu Allah subhanahu wa taala ja sqaron juve argumentet, ajetet e tina, e Allah është alim, i gjithdijshëm, hakim, i gjithurti. Fa surja Nur ajeti 58. Fa Allah subhanahu wa taala këtu po na tregon që para namazit sabahit, kur ndikush për fëmijët tonë dëshiron me hi tek prindrit, se ka arrit moshën madhore. Kjo është vetëm për fëmijët që se kanë arrit moshën madhore. Ata që arrin moshën madhore, ata gjithmonë do të me i fleje. Po për fëmijët që se kanë arrit moshën madhore, Allah subhanahu wa taala po thotë që do të spari para namazit sabahit me marrë leje. Gjithashtu mas namazit drekës. Kjo ka qenë traditë, do thotë edhe është sunet, që mas namazit drekës kush ka mundësi me flet, me pushu. Që shuhet ke xhumë ka lule. Kush ka mundësi atë është mirë me pushu, në mënyrë që më ndihmu veten për namaz natës e kështu me radhë. Edhe pas namazit yatsis. Po kur koha e xhumit, koha e pushimit, e kështu me radhë kur njerëzit do thotë i zhveshin dhe i largojnë rrobat e tyre, patjetër duhet që fëmia para se me hyrë në dhomë të prind me marrë leje. Pse do të Allah subhanahu wa taala po na mëson me këtë edep, po na mëson me këtë rregull, për arsye që fëmia që është nën moshën madhore mos me bë diçka për avretit të prindve. Mos me pa diçka për pjesë të turshme të fëmijës. Nga se prej në atë moshë ai mundet, do thot, me pa diçka prej asaj kohë, do të me marrë një moral, një sjellje të keqe, do të gjëra që pastaj edhe pas moshës madhore munden me dërgu ato deri te gjërat e këqija dhe te amoralitetet e kështu me radhë. E mos flasim që fëmijët tonë për shembull sot po shohin, do thot edhe më keq, do ta vrete, do thot gjëra të tjera të këqija nëpër televizora, do thot nëpër internet, nëpër kompjutera kështu me radhë. Po kështu Allah subhanahu wa taala po na mëson se çdo e keqe që dërgon në jetë, çdo rrugë që dërgon në jetë keqe, atëherë është ndaluar me Kur'anin dhe me librin edhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po këto janë disa gjëra që duhet mi kushtu kujdes, e rëndësi kur ne i edukojmë fëmijët tonë. Do mi kushtu vëmendje, i kushtu kujdes, edhe me Allahun hakun, ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith. Muru abnaakum bis salah li 7 sinin, urnoni fëmijët e juaj me fal namazin kur i mbushën 7 vjet. Wadribuhum alaiha li 10, edhe goditni ata 10 vjet kur i mbushën nëse nuk fillojnë të fal. Wa farriqu bainahum fil madaji', edhe ndani ata në shtretër. Edhe pse dietar ka thënë që qëllimi që mi ndo fëmijën në shtretër, do thonë është e dukshme për këtij, do thotë unë, këtë hadith është i dukshëm më i qartë, mirë po është edhe një kuptim tjetër i kësaj se fëmijët përveç që mi ndo në shtretër, ky hadith na obligon që do të mi ndo edhe prej shokëve të këtij. Do të mi ndo edhe prej, do thotë aty në shokëve me të cilët shoqërohet në rrugë ose në shkollë kështu më radhë. Edhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme, një meselë e rëndësishme. Nëse ti e vren që fëmia jot po shoqërohet me filanin dhe filanin, e ata janë të njohur që janë këqij, do thonë janë të pamoralshëm. Atë ti e ke obligim me largu ti fëmin tonë prej atyre. Mos më lënë që ai më përzim ata. Mos më lënë që ai bile as me ec me ata. Nga sa ai nëse shoqërohet me ata atë do të prishë dhe do të shkatërrohet sikur ata. Nga se çysh e dim gjithë, do njeriu ndikohet prej atij me cilin shoqërohet dhe me cilin ulet.
E dim gjithë se shumë tri do thot kanë deviju, do të kanë rënë gjëra tulta, gjëra pa moral që kështu më radh, ke shkaku ka qenë që do thot janë shoqëruar me njerëz që kanë qenë larg adhurimit të Allahut subhanahu taala, larg frikës të Allahut subhanahu taala. Do shkaku kryesor ka qenë që ata do thot kanë pas shoqëri dhe shok kësi. Ose do thot edhe prindit do thot nuk ka qenë neglizhantë se ka kushtuar rëndësinë e duhur. Prandaj prindit duhet vazhdimisht me përcjell fëmijën e tij me kom po ecaj, me kom po rën, kom po shoqëron, cilët janë shokët e tij. Pra ka obligim prindi musliman këtë para Allahut subhanahu wa taala. Nëse e sheh që ai me cilin po shoqërohet fëmia e tij është i thresht, i korruptuar, është i flisht, do njëri i cili thirr në gjëra tulta, në gjëra pa moralshme kështu me radh, atëherë te ki obligim që me largu fëmin tonë prej atij shokëve, prej atyre shokëve kështu me radh. Po vazhdimisht me paralajmëru dhe me largu, me ndalu. Prandaj selefi gjithmonë ka thonë lejse lil mar'i an yamshi ma'a kulli man sha'a. Nuk do të njeriu që me ecë me kondonaj. Po më shoqëru me kondon është fjala. Njeriu do të më zgjedh shoqërinë e tij. Njeriu do të më ditë me kon po shoqërohet me kon po ecë, po do të më shoqëru me ata që do të janë devotshëm, me ata që thirrën punë të mira, do me bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ata të cilët do të tregojnë respekt ndaj prindërve, do që janë takva kështu me radhë. A nuk ka kur far pengese, pra prindit duhet që me urnu fëmijën e tina, edhe me ndalu. Pra me urnu me thonë shka me filanin, mos ec me filanin, shoqëro me filanin, jo me filanin. Shka me filanin se ai është, do thot fëmijë i hajrit, ai është fëmijë që i cili kushton kujdes namazit. E mos shka me filanin se ai, do thot, e lën namazin ose ai ta mëson gjëra të ulta, amoralitetin e do thot gjëra të këqija kështu me radhë. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme, po që po na mëson Ali radiallahu anhu dhe Hasan al-Basriu që ne do të fëmijët tonë me eduku me ta'dib, me rrit me ta'dib, ose minut të zjarë xhehenami me ta'dib, me edukat, po me eduku vazhdimisht edhe ta'lim, me mësu. Pastaj janë disa gjëra tjera shumë të rëndësishme që Allah subhanahu wa taala i ka sqaruar në Kur'an dhe gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij që neve na ndihmojnë në edukimin dhe tërbijen e fëmijëve tonë. Po ne kemi nevojë të madhe që me ndihmu veten tonë me këto gjëra. Nëse nganjëherë do njëri lodhet, mërzitet ose do ndihet i dopt e kështu me radhë, mirë po nëse ju përmbahet këtyre gjërave, cilat do thot praktikon para se marr fëmia ose gjatë pasi që vjen fëmia kështu me radhë, nëse ne ju përmbahemi atyre që na ka mësuar Allah subhanahu wa taala në Kur'an dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtyre meseleve, këtyre gjërave çështjeve, atëra ato na ndihmojnë neve që me eduku fëmin tonë, me rrit fëmin tonë ashtu siç kemi dëshirë apo siç është i kënaqur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, do të më përmend këto gjëra pak zgjatë dersi, a inshallah këto kalojnë në dersën e ardhshëm. Allahu alem wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.